që po. Nuk mund të themi që nga nesër gjithçka do... Nëse do ketë ndryshime, do vi me njëherë e mira, pra po themi. Protesta po lufton që ndryshimi të nisë. Dhe ky ndryshim nis pikërisht me dorëheqjen e Tiranës, me mbajtjen e zgjedhjeve të parakohshme. Dhe nga këtu pastaj ky është një fillim I cili në parlament që do të konstituohet pas zgjedhjeve të reja. Prioritet padyshim do ketë le të themi kërkesat e protestuesve që kanë të bëjnë me heqjen e një sër ligjesh, pra rreth 4 ligje që kanë mundësuar gjithë të padrejtësitë të cilën po përjetojnë shqiptarët dhe për cilën po protestohet, pra për investime strategjike, për paketën e maleve, për heqjen ndryshimin e zonave të mbrojtura dhe për trashëgiminë kulturore. Pra, 4 ligje që e kanë bërë të mundur që të arrijmë në këtë pikë ku jemi. Kështu që po them prapë, ky është prapë fillimi. Sepse duhet shkuar pastaj tek reforma zgjedhore, ndryshimi I sistemit zgjedhor, duhet shkuar tek reforma e tokës, duhet zgjidhur problematika me pronësinë e gjithë shqiptarëve. Është një lëmsh aq I madh sa mbi 2000 viktima mos gabohem ka krijuar nga viti 92. Për ta mbyllur, duhet të bëhet një parti politike apo jo nga kjo protestë? Shiko, nuk e dini qofse protestuesit vet e kanë vullnetin dhe do ta ndërmarrin si iniciativë, po sigurisht janë në çdo drejtyre legjitime që të shprehin qëndrimin e tyre dhe në arenën politike. Nuk di ta them. Do ishte kjo një zgjidhje e kësaj pakënaqësie apo një kanalizim I energjive te partitë e mëdha, te partitë e reja? Unë besoj se kanalizimi do jetë padyshim tek partitë e reja dhe ndoshta nëse një pjesë e protestuesve nuk dihen të përfaqësuar nga partitë e reja tek një subjekt I ri që mund të dalë nga protesta. Aseta për ta mbyllur. Sa I takon përfaqësimit partijak. Duhet bëhet një parti politike nga kjo apo mund shkojë energjia te partitë aktuale? Unë shikoj diçka. Unë kam thënë që nëse do vi përçarje do vi si përplasje e egove të tyre. Sepse në momentin kur ti e vë të gjithë energjinë e protestës përballë përplasjeve për leadership, ne nuk jemi më të mirët si shqiptarë për të zgjidhur çështje leadershipi. Ne duam të gjithë jemi të parë, të gjithë jemi shefa, të gjithë jemi drejtues, pra nuk e kemi këtë sensin e solidaritetit, të zgjidhim dikë për të zgjidhur punë. Dhe duke e patur, dhe theksoj çështjen mentalitare, duke e patur çështjen mentalitare dhe duke e patur shumë ego të theksuara, dhe përçarjet që shpesh kanë ardhur edhe tek partitë në një farë mënyrë si rrjedhoje vendimit definitiv për leadership, gjykoj prandaj është kaq e vështirë për protestën që të shkojë, duke sigurisht edhe ata vetë hezitojnë që të bëjnë një formacion politik, sepse e dinë shumë mirë fatin që prodhohet dhe vjen si rrjedhoje e kësaj. Prishet nëse do shkojë aty, kështu që gjykoj ka 2 skenare, ose që të shkohet me një formacion paralel politik I cili do të përpiqet marrë kredon e protestës dhe protestuesit I konsiderojë si elektoratin e vet, por mbas shpërndarjes së protestës, se një ditë dhe protesta vetvete do shpërndahet, nuk do vazhdoj përjetësisht, mbasi të ketë dhënë dhe rezultatin e vet politik nga kjo, me shpërndarjen ai nuk është më elektorat. Pra nuk e ke më të lokalizuar, pra aq kohë sa elektorati nuk e ke të lokalizuar, automatikisht të bie nocione dhe koncepti I përbashkimit të një partie caktuar politike. Ndaj dhe mendoj ata hezitojnë për të shkuar, por mbetet dhe skenari tjetër që nuk përjashtohet dhe mundësia e një formacioni, duke qenë se shikoj një zgjerrje të disa individëve që e kanë vetvete ambicien për politikë. Redi, nuk mund ta lë pa e përmendur, ti ke patur edhe sulme personale nga një pjesë e majorancës, lidhje me agjentura greke, me Greqinë, Vorë Epiri, ata që nuk e dinë, ne vim nga një qytet bashkë. Kemi kaluar fëmijërinë atje të dy, unë nuk di që ke patur lidhje të tilla, por e dua edhe një shpjegim për këtë. Jo, shpjegimi është fare I thjeshtë që ose një kundër replik. Fakti që këto sulme vijnë pikërisht në këtë moment dhe vijnë nga eksponent të Partisë Socialiste, unë thjesht I konsideroj si dekorata. Për gjithë ata që janë protestues në shesh, besoj se e kanë të qartë pse ky sulm vjen tani dhe pse më drejtohet mua. Është një lloj faktorizimi që na bëhet ne si lëvizje bashk, pikërisht sepse ata që janë duke hedhur baltën janë në momentin më të vështirë të karrierës tyre politike, madje qasjen tonë janë gramat e tyre të fundit. Sa I përket pastaj akuzave nga më të larmishmet që më janë drejtuar, besoj se jam përgjigjur sepse unë nuk kam as pak frikë për të thënë të vërtetën, kështu që në këtë kontekst
jam i lirë të them qasjen time, edhe sa i përket çështjes së çamërisë, edhe sa i përket marrëdhënies së supozuar të Timeti me, nuk e di, atë rezortin e Ksamit. Gjitha këto janë çështje që unë i kam shpjeguar publikisht dhe për çdo që është gjithsesi interesuar i gjejnë te gjitha rrjetet e mia sociale për t'u sqaruar. Dhe mund të më kontaktojnë personalisht ose kam pyetur të teshme se çfarë them. Mirë, era në fund të kësaj Një bisede. element, ta them dhe një fjali të fundit. Protesta kanë nxjerrën pa, jo vetëm pra situacioni politik më shumë se sa protesta, për të kuptuar diçka që në vetveten ne të rinjt nuk është se jemi armiqtë e njëri tjetrit, këtë duhet kuptojmë dhe dua ta them. Kjo që ka ndodhur me Redin, ka ndodhur me mua, ka ndodhur me shumë të tjerë. Ka ndodhur linçime për të cilat unë s'jam dakord, dua ta them, linçime ndaj njerëzve të ndryshëm që janë kritik ndaj protestës. Tani, unë jam të njerëzit që mbështes protestën, por një njeri nëse është kritik me protestën, nuk ka pse ta anatemohet, se këtë bëjnë partitë e vjetra politike, këtë bëjnë militantët e partive. Dhe ajo që unë do t'i këshilloja protestuesit është të mos sillen si militantët e partive të vjetra politike. Ka diçka. Mund mos ta pranoj një mendim kundër, por jo ta shajnë, ta ofendojnë. Ne këtu flasim për realitet politik, ne nuk flasim këtu për situacion momental të protestës, sepse situacioni i protestës është situacion momental, indicje, nisje e një reaksioni caktuar politik. Ne këtu nuk e kemi, ne nuk e kemi këtu fare çështjen të protestat, kemi te momentumi politik. Dhe ky momentumi politik do të thotë që ne si të rinj duhet reflektojmë një kulturë ndryshe, duhet respektojmë njëri tjetrin, duhet respektojmë bindjet e njëri tjetrit dhe nëpërmjet argumentit të gjejmë rrugën për të adresuar mendimin ndryshe. Kjo është ideja. Pra për aq kohë sa ti me një kulturë caktuar, edukat, respekt dhe nivel përfaqësimi tek tjetri çon mendimin ndryshe nëpërmjet argumentit, automatikisht këtu lufta është e humbur për atë që e çon në një nivel tjetër që mund të jetë një gjuhë të papranueshme që ne na bën të dalim tek publiku sikur jemi të rinj me fytyrën e vjetër. Jo, ne jemi të rinj me fytyrën e re të këtij përfaqësimi të ri dhe të këtij ndryshimit që duam ne të prodhojmë si figurë politike. Ne e kemi parë shumë mirë që në Shqipëri politika është bërë dhe me xhamps, në termat që sot ke mbrojtur një bindje politike, nesër je xhamp për hir të interesave të një bindje tjetër, një herë te PD-ja, një herë te PS-ja, një herë te partitë e vogla, për hir të interesave të caktuara ekonomike apo të rrethanave. Por ne si të rinj duhet jemi pak më të qëndrueshëm në termat e të ndërtuarit kësaj kulture dhe nuk është vetëm te linçimi apo te komentet negative, sepse të gjithë ne në një farë mënyre kemi marrë komente negative dhe duhet t'i pranojmë ato si pjesë e po themi të tërës. Por këtu që duhet kuptojmë është një momentum shumë i rëndësishëm i të ndërtuarit një kulture dhe kjo kultura është reflektim i një qasje komplet ndryshe nga ajo çfarë ka ndodhur deri sot në ditët që flasim në Shqipëri. Mirë, në fund, faleminderit shumë dyve. Kënaqësi që kishim.